Në varrezën e Sukajve, brenda kishës së vjetër, pas 70 vitesh nga vdekja, gjendet varri At Nikol Kolaj, i cili ishte nga fshati Gramsh i Dajqit, Bregut Bunës, Shkodër. Brenda një kohe të shkurtur, famullia Dajqit arriti të ndërtoi varrin e ri të At Nikolës, fratit të respektuar i cili shërbeu pranë kësaj famullie, duke lënë që për së gjalli tek besimtarët një famë mrekullish. Varrin që kemi bërë për At Nikol. At Nikol është një njeri, ka qenë një njeri, ka qenë një i krishterë, ka qenë një njeri i pagzuar si jemi ne. Sigurisht ka kushtuar jetën e tij Zotit nëpërmjet sakramentin e shugurimit me thirrje me shtarak. Sot kemi bërë bekimin e varrit të rekonstruktuar të riparuar të At Nikol Kolajt, këtu në Suka të Dajqit të Bregut Bunës. Është një frat që në fakt ka vdek para 70 vitesh dhe ka lënë pas një famë shenjtërie shumë interesante. Financuesi Aleksandër Agraja, me banim në Michigan, shprehet se ky ishte njeti e dëshira e tij. E kontribua, një kontribut modest, por e kisha njetë, si më thanë. Famullia Dajqit po punon për përgatitjen e botimin e një libri me dëshmitë e shumta të besimtarëve në lidhje me hiret që Zoti u ka dhënë shumë njerëzve përmes këtij frati të zellshëm. Deri tani mbi 100 dëshmitar kanë treguar gjëra shumë interesante dhe të tjerë pritet të dëshmojnë për fratin e tyre të paharruar, At Nikolën.